140 udhëtime në Aruba, 2 llogari tek Abi Bank Transfesta në Cayman Island. Rama është i rrethuar nga korrupsioni skajor, por prej vitesh nën radarët amerikanë. Nuk është rastësi ajo që ndodhi në Porto Romano, nuk është rastësi ajo që do të ndodhë me Sazanin, kandili i tij ka nisur të shuhet. Ju takon shqiptarët i japin grushtën e fundit. E keqja ikën veç me të keqja. E keqja në Shqipëri ka një emër, Edvin Rama. Mars. Ngriuni për vendin tuaj. Nesër është përballja reale midis dikujt që është mbyllur tek muri 3 lindave kusare dhe opozitës që kërkon zgjohet. Rama ka qenë 140 herë në Aruba. Pa diskutim që 50 herë do të jetë Cayman Island. Janë 2 transferta, 2 llogari me $100 milion të Abit Bank nga pjesëtarët familjes Ramës, që në vitin 2019 nën radarët e agjencive amerikane. SPAC duhet hetoj të Abi Bank. Abi Bank është varri politik i Surrelit. Natyrisht që kur ka kriza botërore, ajatollat e Ballkanit marrin frymë, por ai u zbyth nga Porto Romano. Të njëjtën mënyrë dhe kushteri në Sazan. Nuk është thjesht Soros dhe fëmijët e përkëdhelur Trump që kontrollojnë politikën e madhe amerikane, jo, absolutisht jo. Dje një gjykat në Washington e gjobiti $13 milion qarkun e Surrelit. Do të vazhdojnë dhe të tjera. Kush paguan? Natyrisht Alibaba pa 40 hajdut. Ka nisur këtu në Amerikë një diskutim antisemit me disa ish gazetarë të Fox News, të cilët kanë emisionet të pavarura, të mëvetura, të pakontrolluara, dhe është krijuar ideja se Izraeli që i futet të kontrollojnë Amerikën. Sikur Netanyahu e tërhoqi për mundet donin e madh. Izraeli është aleati real i Amerikës në lindjen e mesme. Izraeli është një fuqi e madhe ushtarake. Shumë herë më e madhe, më e guximshme se sa aleatët amerikan europian të NATO-s. Të ashtu quajtërat fuqi të mëdha të NATO-s kanë popullsi të mëdha, 80 milion, 60 milion, 55 milion, por nuk e kanë aftësinë ajrore që ka Izraeli vogël me 11 milion. Izraeli po lufton krah për krah me amerikanë dhe 300 avion ushtarak të Izraelit po përdoren çdo ditë për të financuar luftën ndaj të keqes të madhe në lidhjen e mesme. Pra, Izraeli me Amerikën po luftojnë, po sakrifikojnë, po shpenzojnë që raketat e Iranit mos shkojnë tek Europës. Pra, Amerika ka një aleancë shumë të fortë me Izraelin dhe ka disa aleatë të pabesueshëm në Europë. Ka pasur shumë diskutime me luftën e vazhdueshme dhe akuzohet se Izraeli po kontrollon politikën e jashtme amerikane. Nuk ndodh një shtet me 10 milion, 11 milion banor të kontrollojë një vend të madh, një superfuqi 340 milion banor. Përpara se të flasim me këtë, duhet të themi se është një luftë 47 vjeçare midis të keqes, malinje, kancerit lindjes mesme, një sistemi diktatorial, teokratik, antipopullit vet dhe kundra perëndimit. Ata kanë hedhur në marinësat amerikanë në Beirut. Kanë qenë tek Kulla Kobar. Kanë dërguar ekipe vrasësisht në gjithë botën. Kanë dashur të vrisnin Bolton,
Pompeo dhe vetë presidentin Trump. Nuk është e vërtet se kanë vrarë vetëm 600 Amerikanë në këto 27 vjetë. Jo, është shumë herë më tepër. Është më shumë se 1500 Amerikanë të vrarë dhe të gjymtuar. Kanë dërguar militant islamik edhe në Irak. Kjo ka mbetur pa përgjigje. Në 7 tetor dërguan Hamasin. Pra, Amerika ka qenë në një luftë 47 vjeçare me Iranin, nuk është tani. Dhe ata kishin një zgjidhje. Thjesht të mos prodhonin bombën. Por ata paguajnë $50 milion në vit për Hezbollahun, $50 milion në vit për Hamasin dhe $50 milion në vit për Hutit. Amerikanët e thonë, mos e bëni këtë, do t'i godasim. Aleatët e NATO-s nuk e kanë mbështetur donën e madh. Si fillim ishte Spanja, e cila tha që NATO nuk mund të përdor bazën pranë Gibraltarit, një bazë kyçe që kontrollon trafikun brenda dhe jashtë mesdheu. Me fjalë tjera ata thanë që ne nuk duam të luajmë asnjë rol në këtë luftë. Dhe amerikanët nuk mund ta përdorin këtë bazë, e cila është baza e NATO-s. Dhe është ironike. Spanja ka bërë të njëjtën kohë edhe me një president tjetër të madh, Ronald Reagan. Nëse do të godisni Libin, ju nuk do të fluturoni mbi territorin tonë. Të njëjtën gjë ka bërë dhe Anglia për bazat e saj. Më pas edhe Franca. Dikur thonin mos fluturoni mbi Gardishullin Iberik, devijoni. Dhe tashmë NATO, edhe pse ka premtuar, nuk paguan 5% të GDP-s. Mbase kanë përmbushur 2% mbase. Anglia u tregua tinzare duke mos lejuar donin të përdorë baza në Diego Garcia në Oqeanin Indian. Po na thanë që mund ta përdorni vetëm për operacione mbrojtëse. Çfarë do thotë kjo? Amerika përmbron Evropën. Raketat e Iranit shkuan në Qipro, shkuan drejt Turqisë. Ata qëllojnë me raketa në Emirate. Ky është një operacion ofensiv, nuk është defensiv në mbrojtje, që ti Britania që ke një ushtri të vogël vetëm me 63.000 vetë. Dhe kur u kërcënuan në Qipro, befas pra prit mos ta do të dërgojmë një destroyer, por nuk mund ta dërgojmë gjatë fundjavës, sepse nuk duam t'i paguajmë overtime ushtarakët tanë. Ora anglez e harruat Falkland, Malvinet. Reagan i madh tha, jepini miliona gallona karburant anijeve. Në qoftë se ka nevojë, jepini anijet tona, avionët tanë. Pra Reagani e mbështeti pafund Thatcher. E dini që doli madh me një gisht. Dhe Argentina ja o merr atij shumë. Në çast. Në atë kohë, sekretari i shtetit thoshte që jepin atyre çdo gjë. Trump i dha 2 milion gallon benzin. Çfarë të duan? Jepini aeroplan mbajtëse. Çdo gjë. Pra ishte një çek i bardhë për Thatcherin. Gjermania. Merz erdhi në shtëpinë e bardhë dhe u duk më ndryshe se të tjerët, por thuajse asgjë. Po Izraeli. Izraeli është aleat i Amerikës për 40 vjet. Amerika ka dërguar disa predha luftarake me Reagan, por nuk ka realizuar këtë goditje që realizoi Trump në bashkëpunim me Izraelin. Në qoftë se shikoni aeroplanët që ka Gjermania, 150, Franca 200, Izraeli ka 300 avion ushtarak. Ndërkohë që Irani vazhdon të prodhojë
raketa dhe të kërcënojë. E mari bën Obamën, i cili i ka dhënë mbrojtje kundër raketave në vitin 2012 Seulit, duke larguar nga linja e mesme, sepse bëri një pazar me rusët. Tashmë Trump ka dhënë urdhër që sistemi kundër ajror i Seulit të vitë vendoset linjën e mesme. Realisht që Izraeli është një aleat i fortë për Amerikanët. Politikën e madhe nuk mund ta diskutojnë mendjet vogla. Irani është dhe do të jetë një kërcënim në qoftë se nuk shkatërrohet regjimi teokratik. Trump fillimisht tha që jam për ndryshimin e regjimit. Duket se kjo ka ndryshuar. A ka faj Trump? Unë them se jo. Askush nuk e di se si do të vazhdoj ecuria e ngjarjeve në Iran. A do të ngrihen persët në revolucion? Nuk besoj. Sepse është një qeveri diktatoriale që vret njerëz të saj. Me fakte kanë vrarë 30.000 vet në janar. Njerëzit kanë frikë të çohen. Do të jetë shumë e përgjakshme. Propaganda e Iranit është butaforike, nuk nxjerrin dot një foto të Ayatollahu të ri, i cili ose është paralizuar në atë sulm masiv ose edhe mund të jetë vrarë. I duhet kjo kukull impotente atyre që janë të garda revolucionare, kriminele e Iranit. Në atë bombardim perfekt të Izraelit janë vrarë 40 lider, ku ndër të tjerë dhe familja e atij, që edhe pse nuk është votuar, siç thuhet, do të jetë Ayatollahu i ri. Irani kërkon ta zgjerojë konfliktin, ta ndërkombëtarizojë dhe të mbajë sa më gjatë amerikanët në luftë. Exit way ka shumë rëndësi. Trump është rrënditur nga tregjet, nga çmimi i naftës, dhe do donte të dilte sa më shpejt, por në qoftë se nuk përfundon atë që nisur, ajo që ris kancerin lindën e mesme do të rigjatërohet përsëri. Në qershor, kur janë bombarduar tunelet ku ka qenë pasurimi i uraniumit, thuhet që është rreth 400 kg uranium i groposur në ato tunele. Trump fillimisht ka thënë që do të shkojë skuadra të forcave speciale për ta marrë. Nuk është shumë e lehtë. Irani është më madh se Alaska në territor. Ju e dini sa është Alaska. Dhe një pjesë e madhe e popullsisë është pjesë e revolucionit teokratik të ajatollave. Por shumica e njerëzve, shumica e popullit nuk e do këtë sistem diktatorial. A ka drejt? Pa diskutim që ka. E ndërkohë, goditja që u jepet ajatollave është goditje për të gjithë ata që kanë mentalitet në tyre. Një e kemi në Tiranë, i rrethuar, i friksuar nga 3 lindat përbindshë, Akshit, Surrelit dhe ish zëvendëskoministra. Ato udhëtime në Aruba, ato pastrime $100 milion të Abit Bank, pa diskutim që në atë sallat greke të agjencive të spionazhit grek kanë delubin. E keqja ikën me të keqje. Në Shqipëri e keqja ka një emër, Edvin Rama. Enough is enough. Kudo në Shqipëri.